për ty mashkull, që nuk mundesh të flasësh dhe jena agresivitet, që fshihesh prapa gishtë tënd. Sot po të them, të shikoj. Jam një grua e cila ka luftuar për të qenë e lirë dhe pavarur. Jam një grua që u rrita dhe unë nga një baba dhe nga mbrapa kemi të paktën 20 breza paraardhës që ju burrave ju thanë mos lejoni veten dhe shpirtin tuaj, zemrën tuaj të hapeni, por të jeni të fortë dhe gruaja të jetë më poshtë nga ju. Kjo energji ka kaluar që nga të parë deri tek ju, por ju nuk jeni të gjithë të fortë, nuk jeni ata që bëni, por jeni ata që ju thanë, dhe sot jam këtu për ty burë, që ke nevojë të flasësh, të dëgjoj dhe të mësoj çfarë duam ne gratë, çfarë na bën ne të lumtura. Sepse e di shumë mirë që ju burrat keni ardhur këtu të na jepni ne grave, por nuk është nevoja vetëm gjendja ekonomike, atë që duam ne më tepër është gjendja jonë shpirtërore. Dhe kjo është shumë e thjeshtë, nuk duhet të harxosh as edhe një gjë, po të hapësh zemrën dhe të flasësh si ndihesh dhe çfarë pikërisht të mungon dhe ty nga një grua. Dhe ne si gra të bëjmë të njëjtën. Prandaj kjo thirrje është për ty burr. Kam hapur një akademi për burra dhe gra, jo si gjini, por si shpirtra. Ju ftoj të merrni pjesë dhe të punojmë së bashku të hapim zemrën. Energjitë e kohës dhe të viteve po na çojnë drejt harmonisë ndërmjet gjinisë femërore dhe maskullore. Por ato duhet të kemi gjetur brenda nesh. Dhe në qoftë se si gjej brenda mesh dhe të pajtohet nëna dhe babai brenda meje që kam, se unë nuk jam vetëm Merita, por jam babai dhe mamaja ime, ashtu si dhe ti. Ashtu dhe 20 breza nga mbrapa. Ajo kohë ishte për natë kohë. Ne jemi brezi që do bëjmë urës shërimi, jo trashëgimi. Prandaj ju ftoj të gjithëve bashkë të punojmë së bashku, që të sjellim liri në shpirtrat tonë, në familjet tona dhe në shoqërinë tonë, në kolektivin tonë dhe në të gjithë botën tonë. Ju dua shumë dhe ju pres. Jam këtu t'ju dëgjoj dhe t'jem ai zëri grave që t'ju dëgjoj dhe të themi çfarë na mungon. Ju dua shumë.